Edhe pse ka kaluar afro një vit që nga fillimi i punimeve në segmentin rajonal Vushtri-Skënderaj, problemet në këtë rrugë vazhdojnë të jenë evidente. Në disa pjesë të rrugës ende ka gropa e pjesë të asfaltit të dëmtuara dhe të gryera. Në një pjesë të kësaj rruge ka pasur edhe rrëshqitje të rrugës, duke bërë që njëra kursi të mbetet e bllokuar për qarkullim. Sipas kontratës për rehabilitimin e rrugës rajonale Vushtri-Skënderaj, kosgjatja e kontratës ishte paraport të ishte 140 ditë pune, ndërsa vlera e saj është 1.3 milion euro. Kjo kontrat ishte nënshkruar më 19 maj të vitit 2025. Nga Ministria e Infrastrukturës treguan se punët nuk kanë përfunduar ende për shkak të ndryshimit të gjendjes në terren. Sipas tyre, punimet në këtë segment kanë përfunduar për mbi 94% e për pjesë që kanë mbetur është kërkuar punë shtesë. Punët në këtë projekt nuk kanë përfunduar ende sepse kanë dalë punë të paparapara për shkak të ndryshimit të gjendjes në terren, nga momenti i hartimit të projektit, kryerjes së procedurave tenderuese dhe fillimit të punimeve. Pas vërejtjes së këtyre ndryshimeve menjëherë janë evidentuar dhe janë dorëzuar te kompetentet. Punët në këtë projekt sa i përket kontratës bazë janë kryer mbi 94%. Pjesa tjetër është objekt të shqyrtimit të punëve shtesë për të cilat jemi duke pritur përfundimin e procedurave. Si rezultat i evidentimit të këtyre që ju i cekni, është kërkuar puna shtesë, sepse kanë qenë jashtë domenit të kontratës. Ndërsa për rrëshqitjen e rrugës treguan se po ndërtohet muri mbajtës dhe premtuan se brenda një jave do të lëshohet në qarkullim kursia e bllokuar. Kursia është e bllokuar sepse është duke u sanuar rrëshqitëza. Është ndërruar muri mbajtës dhe brenda një jave lëshohet në qarkullim. Në momentin e aprovimit të punëve shtesë, parashihet edhe koha e kryerjes së të njëjtave dhe kryhet sipas asaj që parashihet për punët shtesë. Jemi duke pritur aprovimin e punëve shtesë dhe projekti përfundon në tërësi. Sipas kontratës, rehabilitimi i rrugës rajonale Vushtri-Skënderaj, kompania kontraktuar për të kryer punimet në këtë segment është Asfalt Corp. Ata treguan se punimet në atë zonë nuk kanë përfunduar për shkak të paraqitjes së nevojës për realizimin e punëve shtesë, të cilat sipas tyre nuk kanë qenë të parashikuara në fazën fillestare të projektit. Nga kompania po ashtu treguan se nuk ka ndonjë afat kohor se kur pritet të finalizohet e gjithë puna në projekt. Lidhur me dëmtimet e evidentuara dhe rrëshqitjen e një pjese të rrugës, pas miratimit të punëve shtesë, do të ndërmerren mosat e nevojshme për sanimin e dëmtimeve të asfaltit, rehabilitimin e pjesëve të gryera dhe stabilizimin e pjesës së rrëshqitur në përputhje me zgjidhjet teknike të aprovuara. Për shkak se realizimi i këtyre aktiviteteve varet nga miratimi i punëve shtesë, në këtë fazë nuk mund të përcaktojmë një afat përfundimtar të saktë për përmbylljen e plotë të punimeve. Megjithatë, pas përfundimit të procedurave të nevojshme administrative dhe miratimit përkatës, punimet do të vazhdojnë sipas dinamikës së përcaktuar.